kur armët duhej të pushonin, hynë në përdorim përsëri. Gëzimi për arritjen e armëpushimit palestinezëve u zgjati pak ditë, pasi sulmet izraelite të martën në mbrëmje në Gaza kanë vrarë të paktën 90 persona, njoftoi Agjencia e Mbrojtjes Civile dhe spitalet e drejtuara nga Hamasi. E ministri i mbrojtjes i shtetit hebre akuzoi Hamasin për një sulm në Gaza që vrau një ushtar izraelit dhe për shkelje të kushteve për kthimin e trupave të pengjeve të vdekura. Lëvizja Hamas tha se nuk kishte asnjë lidhje me sulmin dhe se ishte përkushtuar ndaj marrëveshjes së ndërmjetësuar nga SBA-ja. Kërkimet për viktima u bën gjatë gjithë natës. Sa vjeç është? Vetëm 1 vjeçar. E kërkojmë që nga ora 4 e mëngjesit. Është fëmijë vetëm 1 vjeç. Ndërkaq, ndërmjetësuesi i paqes Donald Trump pohoi se asgjë nuk do ta rrezikonte armëpushimin në Gaza, por arsyetoi sulmet e Izraelit. Ata vranë një ushtar izraelit. Pra, izraelitët u kundërpërgjigjen dhe duhet të kundërpërgjigjen kur kjo ndodh. E mbetur mes dhimbjes dhe rënojave, një grua palestineze ngre pikpyetje për marrëveshjen lidhur me ndërprerjen e luftimeve. Çfarë lloj armëpushimi është ky? Nëse do të ishim në luftë do të thashim, në rregull, është luftë, por jemi në armëpushim, të sigurt, duke fjetur të qetë. Kto janë mishi dhe kocka të fëmijëve që po mbledhim tani. Pas sulmit, ushtria izraelite deklaroi se armëpushimi ishte rikthyer në fuqi, por se do të reagonin me vendosmëri ndaj çdo shkeljeje të marrëveshjes.